është një kohë kur Kosova në vazhdimsi në të gjitha strategjitë e veta, në të gjitha politikat e veta, digitalizimin ka inkorporuar si një pjesë integrale e iniciativave si për luftën kundër korrupsionit, si për reformën e administratën publike, si në iniciativat o për zhvillim të ekonomisë apo të arsimit. Dhe në këtë diskurs publik, sa i përket digitalizimit si një vegël shumë e rëndësishme në administratën publike dhe qeverisjen të nivelit qendror dhe lokal, po edhe të fushave të tjera, të institucioneve, për neve ka qenë shumë e rëndësishme që të shohim se ku qëndrojmë aktualisht dhe sa do thotë korniza jonë ofron efikasitet dhe eficiencën në zbatimin e politikave për digitalizim, po edhe infrastrukturën digital e cila ekziston. Siç e përmendi Platori paraprakisht, kjo tryezë apo këto hulumtime pasqyrojnë një punë pak a shumë 3 vjeçare të KDI-s prej fillimit deri në fund, do thotë analizimit të infrastrukturës digjitale dhe të kornizës ligjore, dhe ndohet në 3 shtylla kryesore të projektit. Do thotë shtylla bazike për të ndërtu, do të për fase ku jemi ka qenë analiza e dhënave, se sa kem, çfarë kem, të çfarë kualitetit kem dhe çfarë na duhet, me një theks të kontributit në rritje dhe integritetit politik. Faza e dytë ka qenë analiza e kuadrit ligjor për të parë nëse kemi ligje adekuate apo ku janë zbrastit ligjore të cilat krijojnë hapësira për keqpërdorime dhe cilat i ikin transparencës publike dhe llogaridhënies. Dhe pjesa e tretë, shtylla e tretë e projektit ka qenë zhvillimi i platformës Integrity Watch Kosova, e cila ndërlidh datasetet nga 3 institucione publike, merr datasetet, do të krijon datasete sipas standardeve të Open Data Standards, standardeve për të dhëna të hapura, dhe i bën ato që të komunikojnë mes vete, duke ekspozu rreziqe, po edhe shkelje do të politikave dhe keqpërdorim të politikave dhe praktikave publike. Fillimisht do të përmbledhim gjetjet kryesore të analizës të kornizës rregullative, se ku janë zbrastisë ligjore të cilat minojnë integritetin politik. Është një analizë e cila është zhvilluar sipas një metodologjie të hartuar nga Transparency International dhe ka mbi 100 indikatorë dhe 9 indikator mas. Është një analizë mjaft e thotë si për nga aspekti i rregullativës, kornizës ligjore, rregullimit institucional, duke parë nëse institucionet kanë kapacitetet e nevojshme për zbatuar rregullativën në praktik, apo cilat janë sfidat institucionale, dhe së fundmi do thotë në aspektin e transparencës, se sa do thotë kemi të dhëna të hapura, të ripërdorshme dhe sa ato të dhëna i kontribuojnë luftës kundër korrupsionit. Në fokus të kësaj analize kemi deklarimin e pasurisë, kemi financat e subjekteve politike dhe prokurimin publik. Më vonë do të theksoj pse është fokusi te këto 3 politika konkrete, megjithatë në këtë fazë do të vazhdojmë të diskutojmë për boshllëqet ligjore dhe sfidat institucionale dhe digjitale, si dhe analiza ofron edhe shembuj dhe rekomandime konkrete për parafrimin e praktikave dhe politikave kundër standardeve dhe praktikave të BE-s. Atë çka analiza na tregon është se korniza ligjore në këto 3 fusha, që rregullon këto 3 fusha mjaft kritike dhe shumë të rëndësishme në parandalimin dhe luftimin e korrupsionit dhe promovimin e integritetit politik, janë në përgjithësi të përafërta apo mjaft afër me parimet e direktivave të BE-s. Po filloj do thotë me deklarimin e pasurisë, ku pikë të forta është korniza ligjore që është mjaft e përafërt, nuk po them që është 100% dhe më vonë do ta shohim pse. Legjislacioni apo rregullativa në Kosovë bën obligim deklarimin të detyrueshëm për zyrtarë si dhe familjet e ngushta të cilat jetojnë në të njëjtën shtëpi. Agjencia për parandalimin e korrupsionit monitoron dhe ushtron hetimet administrative
Dhe deklaratat janë publike, gjë që rrit transparencën dhe mundësinë e angazhimit civil për llogaridhënie. Ajo çka e kemi problem, do thot në këtë fushë është doktor, më fal. Mira. Jo, këmë jam vene. Përshëndetje. Të vazhdojmë, ajo çfarë i mungon do thot kornizës ligjore dhe praktikave në deklarimit të pasurisë është mungimi i rregullimit të fenomenit të dyrëve rrotulluese, apo ato që ndërkombëtarisht njihet si revolving doors. Legjislacioni aktual rregullon njënën anë të derës, mirë po jo edhe anën tjetër të derës. Pastaj agjencia ka kapacitete të kufizuara kur është rritë numri i përgjegjësive të agjencisë, nuk është rritë edhe proporcionalisht numri i kapaciteteve dhe aftësitë dhe mekanizma që mbështesin agjencinë që të zbatojnë me sukses të gjitha politikat dhe përgjegjësitë që i janë veshur. Korniza legjislative nuk i rregullon intereset indirekte. Do thot ato që ka fshihen mrapa individit dhe familjes të ngushtë dhe të dhënat apo deklaratat e pasurisë aktualisht janë publikohen për publikun si në formatin PDF dhe nuk janë të ripërpunueshme për shfrytëzim të shpejtë. Besoj këtu kena do zhvillimet, cilat na i prezanton pastaj drejtori më vonë, po që aktualisht do të bëjnë shumë të vështirë krahasimin si ndër vite, si ndërmjet individëve, si ndër lidhjen do thotë me datasetet të tjera për të identifikuar rreziqet e keqpërdorimeve. Sa i përket financimit të subjekteve politike, pikat e forta na tregojnë se kemi një raportim të detyrueshëm financiar. Do thotë të gjitha subjektet politike janë të detyruara të obliguara që të bëjnë deklarimet financiare vjetore, pastaj kemi edhe deklarimet në bazat tremujore dhe kemi deklarimet e detyrueshme për kampanja zgjedhore. Qëre, kur folin tashme, po du me edhon që të dine e jaj se një me është të ndru fizionominë e botës, teknologjisë, industrisë, e jaj në esencë është na kur spjegojna AI teorikisht, na thona inteligjenca artificiale është kopjimi i inteligjencës natyrore tek makinat. Pak a shumë që kjo është definicion. Edhe kur mëson definicion në shkollë. Kur të tentojmë me kopju inteligjencën e njerëzve tek makinat, çfarë i thonë inteligjencë artificiale. Çka do që na bëjmë? Ja bëjmë makinave. Po çata ki machine vision, do të thonë ato që shohim na mundena me mësu robotin, për që ata ki robotikë dhe lëvizjet e tyne, për që ata ki machine language, për që ata ki qëto parë gjanët. Po teknikisht e joj është 3 sanë themelore, është data, dhonat, krimi dhe më thonë edhe i që atyne dhonave ose procesimi tyne. Jënë qipat, do pajisje na i thëna qipa, përsa ta Nvidia, së dhe është kompania ma e madhe në botë, nështë ta e dini, përshak se i prodhën që ata qipa që merren me procesim të qatyne dhonave, edhe e treta shtyll është energjia elektrike. Dhe më thonë, AI në përzio qëto 3, data, qipa edhe energjia elektrike. Pa njënën për këtyne AI s'ka kuptim. Dhe më thonë që ata qipa fuqizohen me energji elektrike dhe shpenzojnë shumë energji elektrike, edhe që ata qipa procesojnë, krijojnë ose gjenerojnë të dhona. Për që ta e kamin ChatGPT, se është Generative Pre-trained Transformer, generon dhona. Një informat që lezova dje është që për herë parë vitin 2025, të dhonat që janë kriju pri inteligencës artificiale, ishin ma shumë se dhona që i kemi kriju në asë njerës. Për herë parë në histori të dyes, na krejt që kena shkru, raporte, postime në Facebook, tweeta, që shkuna në tjetër, libra, novela, poezi, krejt bashk me i bo, inteligencë artificiale në vitin 2025 në ka kalu, për herë parë. Dhe më thonë, është të gjeneru shumë a shumë se na informatë.
për neve është e rëndësishme që kemi prezent kudo që flitet për integritetin publik e që përfshin edhe integritetin politik, I cili në këtë rast, si pasoj teme, do të tentojmë ta shohim nga prizmi I digitalizimit sa mund të kontribuojmë që ky integritet të jetë më I lartë, sepse është një percepcion I përgjithshëm që nuk është niveli më të lartë. Për sa përket qasjes dhe open data, kemi këtu Florimin, edhe aty kemi jetë një plan investitori që kemi pas dhe në pak më të qashme, për në një pak më hu. Po atë që shohë të rëndësishme është që fillimisht atë temen edhe gjithë procesin dhe digitalizimit du të shohim në nivel pak më të lartë, du të shohim se çka dojmë bojmë përmes digitalizimit. Nuk është digitalizimi një temë e ardhmes, e përmend më herë dhe deputeti punën e AI, shumë nga ne përdorim për qëllime bazike, është realiteti sotshmes. Nuk mund të flasim ne tashmë se penjërojmë totalisht AI-n digitalizimin sepse po dojmë me punu me letra. Është një trend global, nuk kemi çare pa përshtat me to, janë standardet më të mira evropiane. Me anën tjetër na kontribuon mjaft shumë në kryimin e punëve tona. Tu nis nga ajo që përmend edhe deputeti po duam të referu, sistemet politike dhe administrative po përballen me një volim gjithmonë më të madh të gjitha vendave. Përmendi 40.000 dokumente faqe, ato mund të përpunohen lehta, mund të barten fillimisht, nëse ka qenë një 10-4.000 faqe, pse duhet një dosje tillë me bartë me vete, kur ato mund të jenë digjitale dhe ato mund të krahasohen pastaj në mënyrë edhe automatike ndoshta, sidomos tek këto procese që përmendi te rekrutimi e tjera. Mënyra tradicionale e kontrollit dhe mbikëqyrjes tashmë po shohim që nuk është mjaftueshme. Compliance nuk mjafton më. Nëse ekziston një dokument, tashmë do të shkojmë te kualiteti se si po zbatohet jo vetëm a ekziston një dokument I caktuar e pastaj të kalojmë në tutje. Nga perspektiva e agjencisë, ne e shohim digitalizimin jo si projekt teknik, më herët të konsideruar më shumë si projekt teknik, e kemi si instrument të integritetit publik. Ky instrument për neve tenton të parandalojë konfliktin e interesit, të monitoron deklarimin e pasurisë dhe siguroj transparencën në financimin dhe sjelljen politike. Nuk po flasim këtu për financimin e partive politike, I kemi pjesën të zyrtarëve publik dhe sjellja e tyre gjatë ushtrimit të funksionit politik, duke përfshirë edhe ndoshta më ato përmend është shumë legjitime që zyrtarët publik kanë në biznese, po do të shihim edhe angazhimin e tyre në prokurimin publik, përfitimin I cili është temë e jona direkte dhe për shumë zyrtarë publik kanë të ndaluar përfshirjen në të ndjerë të caktuar. Sistemi modern integritetit nuk mund të mbështetet vetëm në raporte dhe formular statik, e ke pasur deklarimin e pasurisë, dhëna do të jenë strukturuara të lidhura dhe të përdorshme. Komisioni Rregullativ I Prokurimit Publik për hir të kësaj audiencë do të flas vetëm një dy fjalë shumë shkurt rreth punës dhe raportimit së saj. Është një institucion I pavarur që I raporton në Kuvendit, është agjencia e pavarur rregullatore që I raporton në Kuvendit. Komisioni Rregullativ është përgjegjës për funksionimin dhe mbikëqyrjen e sistemit të prokurimit publik. Në kuadër të kësaj ka disa departamente, siç është departamenti I rregullave, departamenti I monitorimit që bën monitorimin e aktiviteteve të prokurimit, departamenti I trajnimeve që bën trajnimin e zyrtarëve publik dhe jo vetëm edhe për kohët që kemi filluar edhe me trajnimin e operatorëve ekonomik dhe në fund kemi departamentin e sistemit departamentin e IT-s, ku këtu bën pjesë sistemi I prokurimit. Me kënaqësi ose me mburrje themi jemi të parë, ndoshta se gjitha gjërat I kemi digitalizuar. Nga iniciimi deri te nënshkrimi I kontratës, pajtohen plotësisht me medianën që tash është e mirë që vim diskutim dhe flasim për cilësinë e të dhënave që janë. Kontratat me të drejtë janë në PDF, por janë të qasme për publikun. Edhe shumë të vende, jo të rajonit, por edhe botë, se thamë me përgjithësi dhe kompetencë, kontrata me përmbajtje të plotë, me çmime dhe të njësisë nuk publikohet. Tash është në vetëm vende që ka bëu publikimin e dhënave komplet nga iniciimi dhe deri te nënshkrimi. Kohët fundit, ose kemi realizuar ndërlidhjen e sistemit e prokurimit me sistemin e menaxhimit financave, që është, me thonë të drejtën, një disiplinë financiare dhe një mrekulli goxha e madhe dhe besoj këtë vit
ka fillu vitë qershorin e vitit që lam, do të heket edhe nga të gjitha të zyrës kombëtare të auditimit, sepse një ndër problemet më të mëdha është futja kontraktimi ose nështrimi i kontraktës pa mjete financiare. Kjo zakonisht ndodhe në komuna dhe në kohë fushatës. Ndodhë që një mjete financiare në buxhet ka 100 ose 1 milion, ndërsa në shkon kontratë 7 milion euro, që pas arsit i kurdo që vjen, 4 vjeçare ka vetëm me la borxhe. Pra, si institucioni kemi kushtuar vëmendje të veçantë rritjes së transparencës financiare, duke e konsideruar atë si një shtyllë themelore të integritetit demokratik. Kjo është reflektuar në publikimin e raporteve të rregullta dhe sistematike, si dhe raporteve 3 mujore të subjekteve politike, kështu duke ofruar një pasqyrë më të shpeshtë dhe më dinamike të aktivitetit financiar të subjekteve politike gjatë vitit. Publikimi i vazhdueshëm i këtyre të dhënave ju ka dhënë mundësi mediave, shoqërisë civile dhe aktorëve tjerë që të monitorojnë dhe analizojnë financimin politik. Një arritje e rëndësishme e zyrës ka qenë edhe realizimi i auditimeve, të cilat kanë munguar prej vitesh, kështu duke kthyer një element thelbësor të kontrollit financiar në këtë fushë. Pas ndryshimeve ligjore të vitit 2022, fillimisht qasja jonë ka qenë fokusuar në sensibilizimin dhe vetëdijsimin e subjekteve politike për respektimin e dispozitave ligjore, si dhe për përmirësimin e mekanizmave të kontrollit të brendshëm dhe raportimit të saktë. Paralelisht kemi rritur komunikimin dhe bashkëpunimin institucional me institucionet e drejtësisë dhe institucionet relevante, duke krijuar një rrjet më të qëndrueshëm të shkëmbimit të informacionit dhe koordinimit institucional. Gjatë proceseve zgjedhore, zyra ka monitoruar aktivitetet e fushatës së subjekteve politike në terren, pra përfshirë tubimet dhe materialet promovuese, por gjithashtu ka monitoruar edhe rrjetet sociale të subjekteve politike dhe kandidatëve të tyre kryesisht në meta, për të mundësuar krahasimin e të dhënave të monitorimit, pra të grumbulluara nga ne, me të dhënat që deklarohen nga subjektet politike. Kjo ka ndihmuar në rritjen e nivelit të kontrollit mbi shpenzimet e deklaruara dhe në identifikimin e mospërputhjeve të mundshme. Sa i përket digitalizimit, përvoja praktike, sidomos gjatë vitit të kaluar, ku kemi pasur 3 procese zgjedhore, ka treguar se metodat tradicionale të kontrollit nuk janë më të mjaftueshme për të përballur kompleksitetin e financimit politik si dhe fushatës bashkëkohore. Kalimi drejt zgjidhjeve digjitale nuk është më një opsion, por një domosdoshmëri për të garantuar transparencë, efikasitet dhe integritet. Ne jemi në fillimin e zhvillimit të një platforme për raportim financiar, me të cilën synojmë të standardizojmë raportimin, të reduktojmë gabimet, si dhe të rrisim ndjeshëm aksesin në të dhëna. Platforma me të dhëna të hapura dhe përdorimi i analizës së avancuar të dhënave krijojnë mundësi për zbulimin e hershëm të parregullsive dhe për forcimin e mbikëqyrjes. Megjithatë, digitalizimi duhet të shoqërohet edhe me harmonizim të kornizës ligjore dhe me investime të vazhdueshme në zhvillimin e kapaciteteve profesionale në mënyrë që këto sisteme të përdoren në mënyrë efektive dhe të qëndrueshme. Si fund, një sistem i digitalizuar dhe i gjurmueshëm do të kontribuonte në rritjen e transparencës dhe forcimin e besimit publik, ndaj dhe KQZ-ja është duke bërë hapa konkret në drejtim të kësaj çështje.